Pas publikimit të 20 pikësh nga shtëpia e bardhë konceptuar për të ndaluar përshkallëzimin e dhunës në Gaza, një numër i konsiderueshëm vendesh me popullsi muslimane shfaqën mbështetje të qartë për nismën. Dokumenti, i cili synon pushim të menjëhershëm, shkëmbim të pengjeve dhe lirim të burgosurve, parashikon gjithashtu një tërheqje të drejtueshme të forcave ushtarake izraelite dhe krimin e një qeverie tranzitore në mbikëqyrje ndërkombëtare. Në një deklaratë të përbashkët, 8 vende, mes tyre Egjipti, Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqia, përshëndetën rolin e administratës amerikane dhe shprehën gatishmërinë e tyre për të punuar me Washingtonin dhe palët e tjera për të siguruar një marrëveshje të vihet në jetë. Emri i Katarit, një ndër ndërmjetësuesit kryesorë në konfliktin ndaj Arabisë Saudite, gjithashtu figurojnë mes nënshkresave, ndërsa Indonezia dhe Pakistani, 2 vende me numrin më të madh musliman, u shprehën po ashtu në favor, duke ofruar edhe kontribute konkrete në fazat e ardhshme. Në anë diplomatike, ky koalicion tregon një përpjekje të gjerë ndërkombëtare për t'i dhënë planit peshë dhe legjitimitet. Indonezia, për shembull, ka përmendur mundësinë e pjesëmarrjes nga trupa si pjesë e një mekanizmi sigurie, ndërsa Pakistani po kërkon të thellojë lidhjet me Washingtonin në këtë kuadër. Megjithatë, reaksionet në radhët palestineze janë të përziera. Autoritetet palestineze përshëndetin nismën si një hap pozitiv, ndërsa Hamasi thasë do të shqyrtojë dokumentin para se të marrë një qendrim përfundimtar. Grupi Xhihadi Islamik e hodhi poshtë propozimin, duke cilësuar si një formulë që synon të lijojë vazhdimin e agresionit ndaj palestinezëve. Disa aktivistë dhe qytetarë palestinezë kanë përshkruar planin si të papërfillshëm ose si një farzë, duke kërkuar zgjidhje që të ruajnë sovranitetin dhe të drejtat e tyre. Ka Washingtoni, planifikimi duhet të synojë jo vetëm në një zgjidhje afatshkurtër humanitare, armpushim dhe shkëmbim pengjesh, por edhe një tranzicion institucional që do të ridrejtojë dhe të çarmatosë strukturat e armatosura brenda Gazës. Shtëpia e bardhë ka propozuar krimin e një trupe ndërkombëtare ose bordi mbikëqyrës për të garantuar zbatimin e fazave të ndërhyrjes dhe rikthimin e stabilitetit. Për vendet arabe dhe aktorët ndërkombëtar, mbështetja ndaj planit ka kuptimin e një mundësie për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm dhe për të rivendosur kontrollet humanitare dhe administrative në zonë. Megjithatë, pa një konsensus të gjerë mes palestinezëve në vend, implementimi i çdo marrëveshje mbetet i ndërlikuar, ndërsa diplomacia intensive vazhdon. Çështje kyçe që presin zgjidhje janë siguria e garancive për të tërhequr trupat izraelite, mënyra e çarmatimit të strukturave luftarake, kompozicioni dhe legitimiteti i një qeverie tranzitore dhe natyra e mbikëqyrjes ndërkombëtare që do të garantojë respektimin e marrëveshjes. Në mungesë të përgjigjes së menjëhershme nga Hamasi, perspektiva për një armpushim të qëndrueshëm mbetet e brish dhe vëmendja ndërkombëtare do të mbetet e përqendruar në bisedimet që vijojnë.